Përshëndetje të dashur miq, sot po flasim se si ndikon horoskopi në zgjedhjen e profesionit tuaj. Pra, cili është profesioni juaj ideal sipas datës së lindjes. Shenja juaj e zodiakut mund të ndikojë në karrierat që i përshtaten më së miri personalitetit dhe aftësive tuaja. Disa njerëz e gjejnë lehtësisht thirrjen e tyre, ndërsa të tjerët kalojnë vite në kërkimin e punës ideale. Astrologjia mund të jetë një mjet i dobishëm për të zbuluar se cila karrierë përputhet më mirë me personalitetin dhe talentin tuaj. Pra, cili është profesioni juaj ideal sipas datës së lindjes? Ose çfarë duhet të studioni sipas shenjës suaj të horoskopit. Besoni apo jo, yjet ushtrojnë një ndikim misterioz në jetën tonë dhe shenjat tona të zodiakut mund të zbulojnë aspekte të rëndësishme të personalitetit dhe fatit tonë. Por a e dini se ata gjithashtu mund të ofrojnë të dhëna për atë që mund të studioni ose punoni? Nëse keni qenë në vështirësi për të vendosur se çfarë duhet të studioni ose çfarë karriere të ndiqni, shenja juaj astrologjike mund të ofrojë informacion të vlefshëm për aftësitë, pikat e forta dhe intereset tuaja, në mënyrë që të merrni një vendim të mirë informuar. Është e qartë dhe e rëndësishme që të dini më shumë për aftësitë tuaja në punë, përpara se të vendosni për një profesion. Që të dini cilat janë pikat tuaja të forta. Pra, çfarë të studioni sipas shenjës suaj të horoskopit. Le të fillojmë me shenjën e parë, Dashi. 21 mars, 19 prill. Janë lider natyral, ideal për biznes, sport apo ushtri. Dashi është lider i lindur. Nëse jeni shenja e Dashit, shenja juaj ju jep vendosmëri të fortë dhe një frymë leadershipi. Ju mund të shkëlqeni në karriera që lidhen me administrimin e biznesit, sipërmarrjen, politikën ose çdo fushë që ju lejon të merrni vendime të guximshme. Ju jeni gjithashtu një shenjë kardinale e zjarrit, që ju bën lider nga natyra. Keni aq shumë energji brenda jush. Punët paqësore, që nuk kanë kontakt me njerëzit, nuk janë gjëra për ju. Ju pëlqeni profesione të vështira, ku mund të nxirrni më të mirën nga vetja. Ju keni aftësi për të udhëhequr ekipet sepse merrni vendime të shpejta dhe frymëzoni të tjerët. Do të ishit një atlet profesionist, zjarfikës apo politikan i shkëlqyer. Demi, 20 prill, 20 maj. Durim dhe vendosmëri, i shkëlqyer në financa, gastronomi dhe art. Demi dashuron bukurinë dhe stabilitetin. Ju jeni një punëtor i palodhur që përpiqet për ato komoditete dhe stili jete të këndshme, që ju tërheq aq shumë. Artet pamore, arkitektura, muzika, dizajn apo gastronomia mund të jenë zgjidhje ideale për ju. Në fund të fundit, ju jeni të shkëlqyer në krijimin e përvojave dhe mjediseve të rehatshme dhe estetike. Adhuroni parat. Kjo ju jep stabilitet, siguri dhe madje edhe lumturi. Ju gjithashtu mund të shkëlqeni në fushat financiare për shkak të aftësisë suaj për t'i trajtuar parat me maturi. Ju bëni mirë duke qenë një banker ose këshilltar financiar. Shenja në vijim, binjakët, 21 maj, 20 qershor. Jeni komunikues dhe krijues, shkëlqeni në gazetari, marketing dhe mosimdhënie. Aftësia për të komunikuar është forca juaj. Ke ardhur në botë për të dhënë atë që mendon. Sunduesi juaj Mërkuri
lajmëtari i zodiakut ju bën një komunikues natural që është në një mision për të bërë zërin e tij të dëgjohet. Jeni të adaptueshëm, të gjithanshëm dhe mësoni shpejt. Por ju duhet të punoni në diçka që përputhet me profesionin tuaj. Nuk jeni nga ata njerëz që punoni vetëm për para, pritshmëri nga të tjerët apo presion social. Jeni më pak të shqetësuar për të fituar respekt dhe për të marrë lëvdata. Ajo që ka rëndësi për ju është sa më shumë hapësirë të keni për të përfituar nga imagjinata juaj. Ju e dini se si të krijoni tregime bindëse dhe të lidheni me njerëz nga prejardhje të ndryshme. Merrni parasysh të studioni gazetari, komunikim, marketing ose ndonjë disiplinë që ju lejon të shprehni në mënyrë krijuese dhe bindëse. Do të jeni shumë të mirë në fusha të punës si botimi, media, marrëdhëniet me publikun, ose të jeni një shkrimtar i rëndësishëm dhe arti. Shenja në vijim, gaforja. 21 qershor, 22 korrik. Intuitiv dhe mbrojtës, ideal për psikologji, mjekësi dhe punë sociale, kujdestari dhe empatik. Ndjeshmëria juaj është fuqia juaj. Ju me intuit dini si t'i ndihmoni njerëzit. Ju lidheni emocionalisht me të gjithë qeniet dhe dini se çfarë ndjejnë, duan ose ka nevojë. Si një shenjë e sunduar nga hëna, ju jeni të prirur të kujdeseni për të tjerët, megjithse kjo nuk do të thotë që duhet i përkushtoheni punës së kujdesshmërisë. Përkundrazi, ju keni një cilësi të jashtëzakonshme për të ushqyer projektet, idetë, punën ose projektet tuaja personale. Ju jeni një shenjë kardinal dhe për këtë arsye një lider në çdo gjë që i përkushtoheni. Mos krini frikë të merrni përgjegjësinë për rrugën tuaj. Karriera në fushën e psikologjisë, infermierisë, mosjemdhënies ose punë sociale mund të jetë perfekte për ju, pasi ju lejojnë të ndihmoni dhe të mbështesni njerëzit. Do të bëheshit një mësues, veteriner, atlet, trajner, kuzhinier ose një folës frymëzues i shkëlqyer. Shenja në vijim, luani. 23 korrik, 22 gusht. Karizmatik dhe të sigurt, shkëlqeni në aktrim, regji dhe sipërmarrje. Luani është një aktor magjepos. Prezenca juaj është mbreslëndse. Si sundimtari juaj dielli, ju sillni ngrohtësi dhe gëzim në pjesën tjetër të botës. Ju jeni një qenie që drejtoheni nga zemra juaj, me talente unike dhe pasione fëmijërore. Keni ardhur në botë për të shkëlqyer në çdo gjë që bëni, veçanërisht në profesione që kanë kontakt me publikun ose në të cilat mund të shpreheni. Ndjeshmëria juaj artistike është një aspekt i rëndësishëm i karrierës suaj. Drama është një tjetër gjë që ju e bëni shumë mirë. Artet performuese, argëtimi ose aktrimi, regjia janë fusha ku mund të shkëlqeni. Ju gjithashtu mund të shkëlqeni në karriera që ju lejojnë të jeni në qendër të vëmendjes, arti, muzika dhe modeli. Virgjëresha, 23 gusht, 22 shtator. Analitike dhe perfeksioniste, e përkryer për mjekësi, shkencë dhe shkrim. Virgjëresha, studiuesi mendjeprehtësisë. Ju jeni një punëtor i palodhur, i përkushtuar dhe ndihmës. Mërkuri ju sëndon dhe në punën e zodiakut. Padyshim që një nga mjediset ku notoni si peshk është në punë. Kur i përkushtoheni diçkaje, bëhesh ekspert. Do të shkëlqeni në çdo fushë që kërkon saktësi dhe mendim shtesë kritik. Vëmendja juaj ndaj detajeve dhe përpikëri e bëjnë karrierën në shkencë, mjekësi, inxhinieri, kontabilitet, kërkime apo edhe shkrim dhe redaktim ideale për ju. Peshorja, 23 shtator, 22 tetor.
diplomatike dhe e drejtë. Dallohen në ligj, mod dhe marrëdhënie me publikun. Peshorja do drejtësi. Kërkimi i drejtësisë është tipari i dallues i peshores. Ju kujdeseni shumë për njerëz dhe kërkoni një mënyrë për të bërë pjesën tuaj për ta bërë botën një vend më të drejtë. Ju keni një nivel të lartë ndjeshmërie dhe një aftësi të mrekullueshme për të parë të gjitha këndet e një situate. Peshorja është një diplomat shumë i aftë. Keni shumë dashuri për të dhënë. Merrni parasysh të studioni ligjin, marrëdhëniet ndërkombëtare, psikologjinë mjekoligjore ose ndonjë karrierë që ju lejon të avokoni për barazi dhe armoni. Ju gjithashtu keni një kuptim unik të dizajnit dhe një sy për gjërat e bukura. Ju mund të shkëlqeni në karriera si blogere bukurie, estetiliste, stiliste apo gjëra të brendshme, stiliste të shtëpiave. Akrepi, 23 tetor, 21 nëntor. Intensiv dhe strategjik, i mirë për kërkime, mjekësi ligjore dhe biznes. Akrepi është psikologu i zodiakut. Ju jeni një nga shenjat më të pasionuara të zodiakut, deri në atë pikë sa jeni të fiksuar pas asaj që ju tërheq vëmendjen. Ju jeni një shenjë gri. Është gjithçka ose asgjë. Plutoni sundimtari juaj ju çon në thellësi për t'ju transformuar. Nuk ka asgjë që nuk e çoni në kufi. Prandaj jeni absolutisht ekstravagant me përpjekjet tuaja. Aftësia juaj për të eksploruar të panjohurën ju çon në zona intriguese. Ju mund të shkëlqeni në kërkimet shkencore, psikologjinë e thellësisë, kriminologjinë, ligjin ose terapin. Në çdo rast, mbani mend se keni një instinkt të mirë dhe të fuqishëm. Pra, kur mendoni se çfarë të studioni apo të punoni, përdorni intuitën tuaj. Shigjetari, 22 nëntor, 21 dhjetor. Aventurier dhe optimist, ideal për turizëm, mosimdhënien dhe filozofinë. Shpirti juaj i lirë kërkon lëvizje dhe vizion të horizonteve të largëta, kështu që një punë që ju kërkon të uleni në një dhomë gjumi gjatë gjithë ditës nuk është për ju. Si një shenjë zjarri dhe e ndryshueshme, keni nevojë për shumë llojshmëri në punë, për të mos u mërzitur nga detyrat monotone të përditshme. Padyshim, ju lulëzoni në mjedise që ju ofrojnë rritje, zgjerim dhe eksplorim të vazhdueshëm. Do të bëni mirë të studioni fusha që ju lejojnë të lidheni me njerëz nga kultura të ndryshme, si turizmi, gazetaria e udhëtimeve, fotografia apo marrëdhëniet ndërkombëtare. Ju gjithashtu mund të studioni antropologji, filozofi apo edhe mosimdhënie. Pasi ndarja e njohurive dhe përvojave tuaja mund të jetë shpërblyese. Britsjapi, 22 dhjetor, 19 janar. Të përgjithshëm, ambicios dhe të disiplinuar. Ata përshtaten në inxhinieri, administrat dhe politik. Ju drejtoheni nga Saturni, planeti përkushtimit, përgjegjësisë dhe disiplinës. Kjo ju bën të jashtëzakonshëm dhe ambicios. Dhe veçanërisht nëse jeni që sundoni zonën e suksesit, reputacionit dhe arritjeve profesionale. Kur vendosni një qëllim, përqendroheni derisa të arrini atë. Duke qenë shenja e fundit toksore dhe kardinale zodiakut, jeni shumë të mirë në realizimin e ideve të shkëlqyera. Për këtë arsye, ju tërheq pragmatizmi, disiplina dhe struktura. Karriera në financë, biznes, inxhinieri ose arkitektur mund të jenë zgjidhje të shkëlqyera për ju. Pasi ato, ju lejojnë të arrini qëllimet tuaja me vendosmëri. Ujori, 20 janar, 18 shkurt. Inovator, humanitar dhe vizionar, ata shquhen në teknologji, shkencë dhe aktivizëm. Si një shenjë ajri, ju pëlqen të përdorni imagjinatën tuaj, kështu që jeni të shkëlqyer për të menduar jashtë kutisë.
Ju jeni një qendje unike, miqësore dhe e ndërgjegjshme, shoqërore. Dhe në të njëjtën kohë e shkëputur, e largët dhe shpesh e pakuptueshme. Ju keni një mendje të çuditshme, por interesante, ultra shkencore që dëshiron të bëj pak për avancimin e aftësive dhe megjithatë dëshiron të qëndrojë larg mjedisit tuaj. Pra, kur mendoni se çfarë duhet të studioni, bazuar në shenjën tuaj të zodiakut, zgjidhni diçka që përputhet me nevojat tuaja. Një ekspert i sigurt, kibernetik, nuk do të ishte keq, për shkak të mentalitetit tuaj inovativ dhe humanitar, karriera në teknologji, inxhinieri, shkenca sociale, të drejtat e njerëzit, madje dhe media, apo çdo fushë që kërkon zgjidhje progresive për problemet e botës janë ideale për ju. Dhe së fundi peshqit, 19 shkurt, 20 mars. Të ndjeshëm dhe krijues, të përsosur për art, muzikë dhe terapi ëndërrimtare. Ndjeshmëria, spiritualiteti dhe bujaria juaj ju paraprin. Dhe kjo falë sundimtari tuaj Neptunit, planetit të ëndrave, arti dhe lidhjes me shpirtroren. Empatia juaj ju lejon të lidheni me emocionet e të tjerëve dhe të ndjeni dëmshuri të madhe për njerëzimin. Jeni pranues dhe keni nevojë të shprehni imagjinatën dhe krijimtarinë tuaj të madhe, kështu që mund të funksiononi bukur në fusha të tilla, si muzika, arti apo shkrimi. Keni ardhur në botë për të krijuar vepra arti domethënëse. Ju jeni gjithashtu të motivuar nga vetëzbulimi dhe zgjidhja e mistereve të shumta të universit. Sa më shumë liri të keni në karrierën tuaj, aq më shumë mundësi ka të përparoni. Ju mund të konsideroni të studioni muzikë, art, psikologji, terapi arti ose shkrim krijues për të shprehur emocionet dhe dhuratat tuaja artistike. Mos e përjashtoni fotografin, biologjin detare ose mosjemdhënien. Në çdo rast, besojeni intuitës suaj. Këto pra të dashur miq ishin karrierat që i përshtaten më së miri personalitetit dhe aftësive tuaja, sipas shenjave të zodiakut. Faleminderit dhe mirupafshim në video të ardhshme.